ish i liri. Kur nga një det në teatrin det, isha sot vet. Pa unë jam këtu nga moti, kur vet zoti e bari fushën fush, e malin mal. Ej, unë jam këtu e do t'jem den baba den, mor sa malit bët hi, e hiri mal për sëri. Që nga qkoh jemi në këtë treva, cilat janë kujtimet e kësaj toke ku varrosen stërgjyshit tanë. Në këtë toka, ende kemi kujtimet nga historia një populli që Shqiptarët i përkasin popujve më të vjetër se vetë historia dhe gjyshit e shqiptarëve merrnin pjesë në luftën e Trojës, të udhëhequr nga Akili në njërën anë dhe Hektori në anën tjetër. Ki marrë kështë në lidhje dy fjalëve. Do çka shumë është interesante, disa nuk e di. Këto 3 dita, do me thënë, të përbashkëta, kulturën e tyre të përbashkët, gjuhën, themi aty përpos asaj, do me thënë, të kenë edhe një histori të tyre të përbashkët. duket se historia popullit shqiptar qenë ka ende e pashkruar, si një toke pa eksploruar, vendi ynë mbetet misteri pa zbuluar. Ai thjesht hesh në pritjen tonë për të zbuluar, andaj mundohemi të zbërthejmë qoftë edhe në shenjtë e vetme që mund të ndriçojë rrugën tonë. Sa ata kon shqiptarët në Malëzia janë autoktona, por jo, nuk ka dilim, janë autoktona. Sikurse shqiptarët që jetojnë në Ballkan, pra thotë në këto zonat ballkanike, jemi autokton, ne gjithë pak a shumë e dim historinë e Ellet Malësisë e tjerë. Deri në Kongresin e Berlinit, ten Malësia ishte një. Me Kongresin e Berlinit fillon coptimi i Malësisë, Trieshi, Koja dhe fund aty la, domethënë malit të zilla. Me konferencën e Londrës bata e gjymtimi më i madh duke dhënë edhe Hoti dhe Gruda, ma gjysma e Hotit. Dhe normal se shqiptarët këtu në gjitha viset pra ku jetojnë, qoftë në Ulçin, qoftë në Malësitë të Madhe, qoftë në Rozhaj, qoftë në Plavë dhe Guci, janë autokton, aty nuk ka dilem. Dhe vetë emërtimet Malësi, për shembull, Mal. Edhe malazezët nuk e kanë ndryshuar emrin, vetëm e kanë bën Lahin Ll, sa është karakteristike e tyre, dhe i thonë Mallësia. Po nuk e kanë bërë për shembull Goshtatësia, apo Goshtaçkomistë, pra thotë nuk e kanë ndryshuar emërtimin. Dhe pak a shumë në mënyrë indirekte, jo me qëllim, e kanë pranuar. Janë munduar disave do ndryshojnë emrin si Lumi Ceme e tjerë, domethënë thjesht, por kjo nuk do thotë asgjë, ne jemi autokton. Trashëgimia materiale e kësaj zone dhe shasit është shumë e rëndësishme sepse flet në mënyrë të qartë edhe për një debat të madh i cili lidhet me çështjen e autoktonisë së popujve.
Ky debat është bërë edhe për qytetërimin shqiptar, se si është formuar dhe si është prejardhja e tij, por dëshmitë arkeologjike të kësaj treve këto flas për një rrjedhë autoktone të historisë shqiptare në këtë zonë. Ajo që është e rëndësishme është sidomos periudha që në shkencë njihet me emrin Neolite dhe Eneolite, që lidhet me periudhën pellazge dhe është dëshmuar në këtë lokalitet. Elementet dhe artefaktet arkeologjike të kësaj periudhe janë dëshmuar. Të periudhës e Neolitit apo që quhet periudha Gurbakër. Po kështu janë të dëshmuara edhe elementet e periudhës së kalimit nga periudha bronzit në periudhën e hekurit, që flet edhe po kështu për një vazhdimsi të qytetërimit edhe të kulturës shqiptare në këtë trev. Pastaj flet edhe për çështjen e kulturës së Komanit, që thashë bën lidhjen në mes të periudhës armënore me periudhën e vonë ilire. E gjitha kjo flet për një rrjedhë historike dhe të formimit autokton të popullit shqiptar në këto treva, gjë që e kanë thënë edhe studiuesit më eminent të akademive përkatëse dhe edhe në studimet që kanë bërë edhe institutet prestigjioze ballkanike e kanë dëshmuar edhe e kanë thënë me gojen plot se këtu kemi të bëjmë me një qytetërim autokton kur është në pyetje historia e popullit shqiptar. Shqiptarët janë autokton, të cilët gjatë të gjitha dyndjeve të popujve e ruajtën tipin dhe karakterin e vet në mënyrë të theksuar. Ata u bën ballë sulmeve të romakëve, me symjeve të dendura të slavëve, të cilët u apushtuan të gjitha fushat, ultësirat dhe lumenjt. Shqiptarët janë banorët më të vjetër të gadishkullit ballkanik dhe pasardhës të drejt për drejt të lirëve të vjetër, cilët kishin ndërtuar shtetin më të fuqishëm në Ballkan. Po të kthehemi në parahistori, para se rapsodet hemorik të këndonin hyjnive dhe heronjve mitologjik, para se të shkruhej gjuha greke, jetonte një popull i njohur me emrin Pëdhazgët. Atyre u atribuon Herodoti historinë e cila parapriu qytetërimin grek, ndërtimet me gurë të pak dhentur përballë Partenonit në Akropolinë e Athines, të cilat edhe sot e kësaj dite mbahen për Pëdhazgjik. Këta banori ndërtuan muret e mëdhenj primitiv të quajtur ciklopik, të cilët, siç ka thënë edhe profesor Pokoki, janë ngritur në atë kohë kur greket e Homerit ende nuk ishin ardhur në këtë jetë. Shqiptarët janë të vetmit që kanë ardhur deri më sot nga kjo racë fuqishme parahistorike. Vitet e fundit është përcaktuar se Pëdhezgët kanë qenë iliret e lashtë, dege pare kolonëve indo-europian, përëndoria të cileve fillonte në Azinë e vogël dhe mbaronte në Adriatik dhe në veritë e Danubit. Një pyetje shumë është interesant. Thjesht nuk mund të cakton vitet, se sa kohë, se shekujt apo mijë vjeçaret. Mirë, po duhet se ai popull, prapë si thashë edhe më herë, domethënë të jetë një popull që është formuar aty dhe mos të ketë dokumente se para tij ka jetuar një popull aty. Se nëse një popull ka jetuar para këtij apo kish më thonë gjërat janë të njëjta.
Gjërat kryesore janë toka, territori edhe gjuha. Pra mundësia e zhdukjes është nëse ne asimilohemi, çka ne shqiptarët e kemë përjetuar, kohëve të fundit, domethënë këto trevat tona ju e dini se thjesht jemi tjetërsua, ajo është e fjala asimilimi. Se kjo është një mundësi e zhdukjes, pra humbja e gjuhës. Me humbjen e gjuhës humbet identiteti, se një ndër përcaktuesit kryesor për përkatësinë kombëtare është gjuha. Pra thotë ajo është elementi thelbësor. Dhe e dyta për humbjen e autoktonisë është shpërngulja. Nëse për shembull ne gjithë nesër do të shpërngulemi nga këtu, thjesht ma nuk jemi autokton. Sikur që janë shpërngulur disa nga ata përmi. Të cilat këta popuj i kanë në vendin ku jetojnë. Do me thanë, këto resurse duhet ata t'i gëzojnë, dhe këto resurse duhet lënë atyne. Përpos tyre, do me thanë, këto instrumenta ndërkombëtare parashikojnë edhe që këta popuj të kenë drejt të ruajtjes së gjuhës, të ndalohet çfarëdo lloj diskriminimi të ndaj tyne, dhe mbi të gjitha mos të vinë deri të ndryshime demografike të kësaj popullate, sepse këtu është historikisht ka nisur kjo ide se nga popujt e kolonizuar, të cilët me kolonizimin e shteteve të cilët janë kolonizuara ka ardhur deri te çkatrimi i këtyre popujve autokton, deri sot kemi domethënë edhe shembuj edhe në Evropë, ku kemi për shembull mes Italisë dhe Gjermanisë, domethënë tek Tiroli i Veriut dhe i Jugut, ku këta popuj si popull autokton ruhen dhe gëzojnë domethënë autonomi të plotë. Gjykata deri më sot, se unë kam pa disa raste kryesisht kontestuese në lidhje me të drejtën e pronës, veçanërisht e kemi pas këtu sot ku është ndërtua objekti funeralit apo objekti hatrave këtu të Malësisë, që edhe sot e kësaj dite ende nuk janë përfunduar gjykatat, megjithëse kemi ardhur gati themi te përfundimi, ku jemi thirrë në domethënë në pronë vllaznore, në pronë fisnore, dhe si pronë e një popullit autokton. Dhe mund të them që gjykatësit ende nuk janë të njohur me këtë lloj terminologjie, me këto nocione. Dhe si tilla nuk i pranojnë, me qenë se edhe kushtetuta, si thash më parë, por edhe ligjet të cilat janë nën kushtetutë nuk i njohin, nuk i parashikojnë dhe nuk përmendet fare, domethënë, të drejtat e popullit autokton. Gjykata Evropiane për drejtat e njeriut ka ba disa hapa përpara në drejtim, po ashtu Bashkimi Evropian ka disa direktiva, veçanërisht ka disa rekomandime të cilat u rekomandojnë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian se duhet punojnë ma shumë që të ruhen këta popuj, të ruhen nga vetë asimilimi, se shihni ju vetë
Rozhaja, po flasim këtu për Malësi, mos t'i ma lart. Vitet e 90 apo vitet e 80 kanë qenë 90-95, ndoshta 100% shqiptar, ndërsa sot është pikë pyetja janë shumicë mazhorancë shqiptar si popull autokton, sepse kanë ardhur, nuk mund të them se ata nuk janë popull autokton, por janë popull autokton për territor ku kanë jetuar. Flas për slavet të përkatësisë tjetër fetare, të cilët kanë jetuar domethënë në Mbyllopole apo në Rozhaj apo diku tjetër, ata ndoshta sigurisht kanë qenë popull autokton atje, se ndoshta edhe historikisht kanë qenë edhe ata vetë ilirë dhe shqiptar par disa dekadave, por me ardhin e tyne, domethënë këtu dhe me migrimin ton, duke mos pasur kushe, se kryesisht migrimi është marrë nga aspekti ekonomik, them drejtën, plus edhe nga aspekti i të drejtave, sepse drejtësia dhe ekonomia janë shumë të lidhur. Nëse ekonomikisht ti je mirë, ke edhe drejtësi dhe gëzon në botë drejtat e njeriut. Por nëse nuk je mirë ekonomikisht, atas drejtat nuk janë shumë vështirë t'i arrish. Ka ardhur deri të ndyndjen, domethënë, e kësaj popullar, domethënë, sot rrezikojmë që të jenë ky popull autokton këtu Malësi të jenë pakicë, dhe kjo është faktik historik. Andaj edhe ekzistojnë këto instrumente që mos të vinë deri te kjo. Ilirët kanë qenë ndër popujt më të mëdhenj në Evropë dhe kanë banuar një territor që përfshin pjesën më të madhe të Kadishullit ballkanik. Në lindje ky territor kufizohet me lumenjt Morava dhe Vardari si kufijt natyror, në perëndim me detin Adriatik, në veri shtrihet deri buzët e Alpeve, kurse në jug deri në brigjet e detit Jon. Në këto territore tuan një varg fisesh ilire të vogla të mëdha, disa nga të cilat arriten edhe të organizohen në formë shtetërore. Vjetërsinë e lirëve në Ballkan prej autorëve të vjetër qysh në shekullin 5 para Krishtit e dëshmon autori grek i kohës antike Herodoti. Sa përket shqiptarëve, është një temë e cila është trajtuar shumë. Në radhë të parë nuk është trajtuar nga ne, nga vetë shqiptarët, kam fjalë, për arsye të shumta. Arsyet kryesore janë pushtimet që ne na bën gjatë, them kështu, gjitha kohënave. Duke filluar nga perandoria romake, Bizanti, perandoria serbe, mbas perandorisë serbe, sidomos edhe perandoria osmane. Edhe shqiptarët më në fund nga disa studiues, disa nuk pajtohen, kuptohet. Zakonisht studiuesit fqin nuk janë ata që pajtohen me tezën që shqiptarët janë autokton, mirë po shumica e studiuesve të huaj, zakonisht gjerman, kanë lancuar gjithmonë atë tezën se shqiptarët janë autokton. Normal duke bërë ulëmtime shkencore. Dhe i pari që e thot kyt është Leibnizi për shembull. Në mënyrë shkencore e kam fjalën, domethënë e thot. Se shqiptarët tek malësorët e të dy besimeve është ruajtur ajo thënia pasha tokën, ose pasha kyt gur kur është dhënë ndonjë betim. Jo çka po diun do thot një be e një besimit apo një tjetri. Ose tjetra, heliolatria ishte shumë, them kështu, e zhvilluar tek ilirët. Heliolatria ka të bëjë me kultin e diellit, domethënë respektin ndaj diellit si perëndi, sikurse tek egjiptianët e vjetër. Dhe nëse pak shikojmë
shumë gjëra elemente. Ose tumat janë varrezat ilire me një varr në qendër. Unë rastisht kam pas mundësi pak të vizitoj këto malet tona dhe ta shohim se sa tuma kemë për malet tona. Fatkeqësisht janë plaçkit. Do thonë thjesht nuk gjejmë aty shpesh aseshna, as kurza. Me kënd se varrimi i ilirëve është me normal me veçje, por edhe themi kështu me pasuritë e tyre pak a shumë që kanë pas me unaza e tjerë me armatim. Pra thot me një lloj themi kështu besimit e jetën e matutjeshme, në jetën tjetër. Dhe në këtë formë që ata ta mbrojnë veten kur shkojnë në jetën tjetër. Dhe pak a shumë një ndër karakteristikat e ilirëve ka qenë xhemimi, gërvishtja gjatë vajtimit. Tek malqorët e besimit katolik o deri sot është ruajtur pak a shumë ky vajtim. Nga të vjetrit kam dëgjuar nga të vjetrit tanë, se ma herët kur ka vdek dikush, sidomos i ri, është ma dhe gërvishtja. Atë gjejmë edhe kur i lexojmë për ilirët. Thjesht shqiptarët janë autokton. Një dëshmi tjetër për hapësirën gjeografike të banuar nga ilirët paraqet edhe vepra e historianit grek Apianus në shekullin e 2 para Krishtit, që përputhet me dëshmitë e Herodotit edhe me njohuritë historike mbi Ilirinë romake. Karakteret e para iliro-romake hasen vetëm në gjysmën e 2 të shekullit të 3 para Krishtit, që shënon edhe fillimin e pushtimit të gadishullit ballkanik nga Perëndoria romake. Kjo dëshmohet me 3 luftrat iliro-romake që i fillojnë në vitin 229 para Krishtit dhe përfundojnë me pushtimin e pjesës perëndimore të gadishullit në vitin 168 para Krishtit. Këto luftra çuan në shkatërimin e mbretërisë ilire. Në fund të shekullit 4 pas Krishtit, me ndarjen e perëndorisë romake në 2 pjesë, fiset ilire në pjesën jugore të Ballkanit betën në pushtimin e perëndorisë bizantine, që në verish trihej deri në territorin e Malit të Zi të sotëm. Kjo del nga shkrimet e Isidorus Hispaniensis dhe Euagrus, që referohen ilireve si banor të Ballkanit. Në gjysmën e 2 të shekullit të 6 dhe në shekullin e 7, dëshmitë e Papës Gregori ofrojnë dëshmi mbi dyndjen e slavëve dhe të avarëve në Ballkan. Dallimi është shumë i madh prapë. Në radhë parë gjuha. Në radhë dytë gjithmonë ai popull kur vjen tashmë varet nga i populli që e gjenë thojca në varet. Nëse ky popull që është autokton dhe jeton aty, ndajet i popullit ardhacak do ta bëjë ai politikën e asimilimit. Por nëse ky popull që vjen është më i fuqishëm, atëherë është në rrezik siç duket ky populli që është, domethënë aty autokton. Dhe dallimi gjithmonë është në kulturë, pra në traditë, shpesh edhe në besime, pra në kulte e tjerë. Sidomos për shembull slavët kur kanë ardhur në Ballkan dhe i kanë hasur ilirët kanë pas një dallim të madh. Ilirët veç për shembull kishin pranuar krishtërimin, slavët vinin me kultet e tyre pagane, do thonë nga Kaukazi e tjerë, një gjuhë komplet tjetër, me një, themi kështu, kulturë nivelit më të ulët, në krahasim me ilirët të cilët ishin në kontakt edhe me romakët, edhe me grekët dhe ky gërshëtimi i kulturave kishte ndikuar që Iliria mos jetë nivelit dobët, do themi nga aspekti kulturor. Dhe këto janë disa nga dallimet që ne i shohim. Dhe gjithmonë është ajo
lufta mes Arllacakut edhe autoktoni dy se kush kenin mund. Dhe shpesh nëse Arllacaku është më i fuqishëm munohen t'ia hupë edhe ndjenjen e autoktonisë. Do të bëhen dallim mes popujve të ardhur, mes popujve të cilët kanë lëviz apo të themi refugjatëve, popujve të cilët kanë migruar, sa shpeshherë vjen deri te ndryshimi i tezave, veçanërisht kur është në pyetje se çka doni ju shqiptarët këtu në Maltezi, kur për shembull shkoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ne atje kemi edhe migruar më shumtit, u duhet të keni të dy si flamurin e Shtetit Amerikan dhe flamurin shqiptar mund ta përdorni. Çka e vërtet është, por atje duhet dim se ne atje nuk kemi popull autokton, ndërsa këtu kemi popull autokton. Çka edhe për shembull kur është edhe çështja e flamurit apo pe marr si një çështje elementare, shqiptarët kërkojnë domethënë se kanë drejt ta përdorin, por njëkohësisht edhe duke respektuar flamurin domethënë shtetit ku jetojnë dhe ku janë në shtetas. Por faktikisht nga aspekti ligjor domethënë as këtë nuk e gëzojnë. Nëse malazezët apo të themi mazhoranca në Maltezi janë mrapa, sipas menimit tim dikush ka drejt edhe të demantojnë, por duke parë edhe raportet e fundit, pse flasim nga aspekti sistemit shëndetësor, jemi të fundit në Evropë, fare të fundit. Po ashtu nga jemi shtet gjys i lirë, siç thot Freedom House, nëse merrem këto aspekte parasysh, atëherë unë mendoj se Malezia dhe kreshtoqësia malazeze është diku 40 vite apo 40 vite larg, po marrim një shoqëri europiane siç është Zvicra, bëjmë një krahasim me Zvicrën, janë diku 40 vite mbrapa, edhe nga aspekti ekonomik, i punësimit, infrastrukturës, edhe i drejtësisë. Nëse shoqëria malazeze është 40 vite mbrapa, ne jemi pas shoqërisë malazeze edhe një 15 vite. Mbas tyne, domethënë, nga zhvillimi i infrastrukturës, drejtësisë, politikës, ekonomisë etj. Këtë them, po të hapi një shembull në krejt strukturat ligjore, me qenë se unë edhe si domethënë person i cili merr me çështje juridike, nuk e kem një të punësuar as një pastruese, nga gjykata themelore në Podgoricë deri te gjykata supreme. A mos flasim për gjykatës, për nimsa gjykatës, prokuror, edhe pse shqiptarët këtu janë autokton, edhe pse gjitha këto konventa thonë se shqiptarët apo respektivisht popujt autokton kanë përparësi. Çka nënkupton përparësi? Jo në kuptimin se ju për shembull jeni malazes, unë jam shqiptar dhe konkurrojmë për njëjtin vend punet, dhe unë duhet punësoj edhe nëse nuk i plotësoj kushtet, po nëse unë i plotësoj kushtet formale të cilat i kërkon kësaj ditë, do me thënë, buxheti komunal, apo buxheti bashkësisë, ose ashtu quajtur komunës urbane Tuzit, ka ato të hollat e cilat vetëm i alshon kryetësiteti dhe nuk ka është krejt me thënë e mbarur. Por njëkohësisht, nëse kishin me u respektu këto drejta, ashtu siç i parashikojnë instrumentat ndërkombëtare, para mendoni se çka do të ishte. Krejt plantacionet dhe të ardhur nga plantacionet kishte mundar se derdhen këtu në Malësi, në infrastrukturë dhe për mirëqenien e popullit autokton. Atë shikojeni se çfarë thot lizi, çka thon instrumentat ndërkombëtar, edhe ku është, domethënë, jeta faktike këtu në Malësi. Në kohën e fundit janë identifikuar lidhje gjenetike ndërmjet ilirëve dhe shqiptarëve. Rezultate të rëndësishme kanë sjellur etnologët, të cilët në kulturën materiale dhe shpirtërore të shqiptarëve të sotëm zbulojnë elemente të kulturës ilire. Si argumente gjysore dhe arkeologjike, format e veshjes popullore shqiptare vijnë drejt për drejt nga veshja që ka qenë në përdorim në këtë hapësirë nga koha parahistorike. Shumë të gjalla po ashtu janë reliktet ilire në besimet popullore shqiptare lidhur me gjarpërin, kafshën, e cila në religionin e lashtë ilir, sidomos në religionin e besimit të ilireve jugor, ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm. Mandej besimet lidhur me kalin si kafshë autoktonike e të tjera. Shumë studios që janë marrë me
origjinën, dhe për ardhën e shqiptarëve dhe për treguar autoktoninë e tyre, për shembull janë shprehur në mënyra ndryshme. Do të citoj 2-3 prej tyre, domethënë faktikisht 3. Mauricio Dron, sekretari i Akademisë Franke, për shembull deri tira thotë, citim: Shqiptarët i përkasin popullit më të vjetër se vetë historia. Dhe gjyshrit e shqiptarëve merrnin pjesë në luftën e Trojës, të udhëhequr nga Akili në anën dhe Hektori në anën tjetër. Dhe kjo më njëherë ta sjell ndërmend mitologjinë greke. Mitologjia greke thotë kështu: Trojani, themeluesi i Trojës, është biri i Dardanit, dhe Dardani biri i Lirit, pra. Dhe Homeri i jep edhe dokumentat për këtë. Homeri në veprën e tij Iliada ndër tjera shkruan se në ndin trojanëve u shkuan pajonet. Pajonet ishin fis ilir, pra. Thotë kem qysh tek Homeri, shkrimtari i parë grek, e kënej i kemi ilirët e cekur. Dhe rastësisht para disa viteve, duke kërkuar diçka në internet, hasa në një këngëtar të vjetër atje me lahud, dhe një studius që ishte marrë me etnografinë, thoshte kështu: ky është i pari që nuk e këndon këngën e cila përfundon Sillën Agajt e Judbines, por e këndon Sillën Akejt e Judbines. E Akejt janë ata që sulmuan domethënë Trojën. Dhe mendimi është atëherë ky. Nëse ky e thot këtë dhe ka kënduar në këtë formë, atëherë vjen në një ide se emërtimi Akej ka kaluar në Ag me ardhin e perandorisë osmane dhe ka ndryshuar, do thot, emërtimet e atyre personave. Dhe më një herë atëherë prap po them në mënyrë pa vetëdijshme, pra në vetdijen tonë janë ruajtur disa ngjarje që kanë bënë me 1000 vjet më parë. Dhe vazhdojmë një person tjetër që për shembull që thotë ndryshe, Maximilian Lamberts, dhe pak a shumë edhe përkra këtë teorinë e autoktonisë. Historia e vërtetë e njerëzimit do të jetë e shkruar vetëm kur ajo do të shkruhet me pjesëmarrjen e shqiptarëve. Çka deri më sot nuk është bërë. Do thonë shqiptarët gjithmonë janë kënë jashtë, themi, fajtuar normal se jemi paksa dhe ne e tjerë që kemë punuar paksa, them kështu me shkrime e tjerë. Ose shkrimet nuk kanë dalë në dritë apo janë humbur. Lamartini, një studios tjetër, thotë për shqiptarët, pra, citim: ky kom e ky popull nuk merret në përkemp. Kjo është toka e heronjve të gjithë kohrave. Tyre historike me një territor të caktuar dhe me veçori kulturo-historike që i dallon ato nga popullantat e tjera të cilat shpeshherë janë politikisht dominante. Koncepti i popujve autokton i përcakton këto popuj veçanërisht si të pambrojtur ndaj shfrytëzimit, marginalizimit dhe shtypjes nga shtetet që ende mund të formohen nga popullsitë kolonizuese apo nga grupet politike dominuese etnike. Si rezultat, një grup i posaçëm të drejtave politike në përputhje me të drejtat ndërkombëtare janë të përcaktuara nga organizata ndërkombëtare si Kombet e Bashkuara, organizata ndërkombëtare punës dhe banka botërore. Paritërisht duhet të them që akti më i lartë juridik në Maltezi, kushtetuta nuk i njeh popujt autokton, njeh grupet etnike, po ashtu popujt pakic apo pakicat nacionale, por si do qoftë jo edhe popujt autokton, një gjë e tillë nuk është definuar në Kushtetutën e Maltezi.
udhëhesje dhe respektivisht ose pajtohen me vetë vot besimin e shumicës, mazhorancës, cila sundon këtu në këtë trev edhe krejt në Maltëzi, ose pajtohemi ose hapim vot besimin, kështu që në atë aspekt politik ne nuk kemi edhe argumentet që themi se jemi të pakënaqur, me sen se shohim se ne jemi ata të cilët jemi edhe përgjithës. OKB-ja ka nxjerrur një deklaratë për të drejtat e popujve autokton, me qëllim që të udhëzojë shtetet anëtare lidhur me politikën e tyre shtetërore në raport me të drejtat kolektive të popujve vendas apo autokton. Deklarata sqaron të drejtat individuale dhe kolektive, si dhe të drejtat e tyre kulturore, identitetin, gjuhën, punësimin, shëndetin, edukimin dhe çështjet e tjera. Ajo gjithashtu thekson të drejtat e popujve vendas për të ruajtur dhe për të forcuar institucionet e tyre, kulturën e traditat dhe për të ndjekur zhvillimin e tyre në përputhje me nevojat dhe aspiratat e tyre. Deklarata ndalon diskriminimin kundër popujve autokton dhe promovon pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në të gjitha çështjet që i shqetësojnë ato dhe të drejtat e tyre për të mbetur të veçantë dhe të ndjekin vizionet e tyre të zhvillimit ekonomik dhe social. Çka duhet të bëj? Herës parit ishte domethënë se faktori politik shqiptar nëse ekziston, që të ndërmarr hapa që Malizi më të vërtet si shtet shumë etnik, si shtet shumë nacional, të japin një fokus shumë të veçantë do të pranohet populli shqiptar si popull autokton, së parit në kushtetut, dhe më vonë me ligje tjera të bëhet të bëhet elaborimi dhe specifikimi pse duhet të ruajë ky popull. Edhe tash po t'rregoj. Të gjithë popujt në Malzi, pak a shumë kanë një histori të përbashkët, veçanërisht kanë gjuhën e përbashkët. Ne jemi specifik, sepse kemi gjuhën e cila dallon nga vetë gjuha e mazhorancës. Dhe si tillë ne mund të, sepse jemi 5 apo 6% në nivelin krejt një shtetit, kemi mundësi si ata asimilohen. Plus, duke pas parasysh migrimin cili ka filluar në shekullin e kaluar dhe vazhdon sot e kësaj ditë, çka shumë ma keq. Sot e kësaj ditë shekull 21, rinia sot e Malësisë, një pjesë dërmosje tyre si ide kryesore apo ide jetike tyre kanë ikën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një mënyrë apo një tjetër. Ndërsa nëse pyet një të ri në Podgoricë, absolutisht nuk u shkon kjo ndërmet, sepse sado që është papunësimi nivelin për shembull të Podgoricës, çka di unë, zyrtarisht 15 apo 20% prej krejt popullatës, unë mendoj a nëse dikush ka plana statistikore më të afta, mund të dementoj se në nivelin e Malësisë papunësimi është diku rreth 90%. Flas për ata të cilët janë të aftë punojnë dhe ata të cilët nuk gëzojnë drejtën për pension. Atë shihni juve situatën se çfarë dallimi ka Tuzi, Malësia me Podgoricën. Pas perde zyrtare fshihen shkelje të shumta, që po minimizojnë apo detyrojnë çdo ditë shqiptarët të largohen nga një tokë ku janë autokton e jo pakic siç konsiderohen. Shkalit, popull i cili është popull ardhacak, nuk është popull autokton, se ata kanë ardhur si shërtor gjatë sundimit të perendorisë otomane nga Mongolia dhe India. Ata, sot për sot janë vetëm i cilë janë problem si grup etnik këtu në Malëzi, ndërsa shqiptarët nuk përmendën fare se janë në një farë, si themi, problemit ekonomik apo politika juridik. Një numër shumë i vogël jeton, sot fatkeqësisht nuk është më, nuk mjafton bota kesh as kartën e antarësimit në partisë të pushtet, se sa është as ajo ma garant punet, sepse ka te kaluar ajo. Por nuk do të jam as negativist, por kjo është gjendja sot. Nëse populli mendon se ëllëntarmen është kështu mirë dhe duhet të vazhdojë kështu mirë, besomni mua personalisht
personalisht ndoshta edhe familjes sime, edhe aq nuk kam më pengua, por kjo është ajo që kanë thënë që populli ka atë që meriton. Popullin udhëhec ai që vetë populli e zgjedh dhe populli gëzon ato drejta të cilat ai vetë i kërkon. Aq drejta sa të kërkosh, aq drejta do të gëzosh. Nëse nuk i kërkon të drejta tua përmes instrumenteve, domethënë juridik, ajo çka ta jep mehanizmi, domethënë çka ta jep kushtetuta, nëse ti nuk i kërkon dhe nuk lufton, nuk punon që të avancohesh në çdo aspekt, kulturor, kombëtar, ekonomik, atëherë fajtor i ti vetë, sepse fajtor nuk është ai tjetri. Ai tjetri është fajtor nëse ty ato të drejta nuk jep kur i ke kërkuar ti, por ne as fare as nuk i kërkojmë. Me gjithë canismave që janë ndërmarrë për të përmirësuar pozitën e shqiptarëve në majtësi, ne vazhdojmë të trajtohemi si qytetarë të rendit të dytë dhe të jemi të privuar nga liritë dhe të drejtat kolektive kombëtare. E kaluara e shqiptarëve në këtë troje ishte e hidhur, po sikurse që mbetet denigruese pozite tashme kushtetuese juridike jona, ndërkohë që pushteti malazes shtihet i shurdhur për shumë kërkesa legale dhe të lishme të shqiptarëve për emancipimin qytetar e kombëtar tonin, kështu që në përherë ndihemi të diskriminuar në raportet me malaziasit. Përfaqësimi i shqiptarëve në pushtetet dhe në jetë publike përgjithsisht është fare i pakonsiderueshëm, duke u nisur nga fakti se ne jetojmë në trojet e veta etnike, në një rrip të pandërprerje territoriale me shqiptarët e tjerë në Ballkan, nuk mund të injorohet kërkesa vazhdueshme jona për ndryshimin e statusit kushtetues tonë në mbar Republikën, veçanërisht për qërimin dhe forcimin e pushtetit lokal në trevat ku përmbajnë shumicën e popullsisë. Shqiptarët në majtësi nuk mund të krahasohen me popull tjerë pakicë që jetojnë në këtë shtet, sepse janë popull i veçantë, jo vetëm për nga gjuha, kultura, tradita dhe historia e tyre, por edhe nga autoktonia e tyre. Historia e vërtetë e njerëzimit do të jetë shkruar vetëm kur ajo do të shkruhet me pjesëmarrjen e shqiptarëve.